Gjetja e parë është se asnjëra prej partive politike nuk e trajton në mënyrë të plotë reformën në drejtësi. Edhe pse të gjitha partitë politike flasin për drejtësinë, efikasitetin dhe luftimin e korrupsionit, asnjëra nuk paraqet një plan të plotë reformues që lidhet drejt për drejt me proceset që kanë dominuar debatin gjatë 5 viteve të fundit. Zotimet e partive politike mbeten në nivel deklarativ, ndërsa këto zotime nuk realizohen me deklarata, por me plan konkret dhe me llogari institucionale. Një nga mbaktësitë më të dukshme është mungesa pothuajse e plotë e referimit ndaj strategjisë për sundimin e ligjit 2021-2026. Kjo strategji ka qenë dokumenti më i rëndësishëm shtetëror për reformën e drejtësisë gjatë 5 viteve të fundit. Megjithatë, as lëvizja vendosje, as PDK, as LDK dhe as AK nuk e trajtojnë si bazë të reformave të ardhshme. Po aq shqetësues është fakti se programet politike pothuajse nuk i referohen rekomandimeve të Komisionit të Venecias, edhe pse pikërisht këto rekomandime kanë orientuar debatet më të rëndësishme për reformën e drejtësisë, vettingun, kompetencat e institucioneve dhe ndryshimet kushtetuese. Në fushën e sundimit të ligjit, programi i lëvizjes vetëvendosje është programi që trajton më shumë tema se sa partitë e tjera. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se drejtësisë i kushtohet vetëm një faqe në një program prej 34 faqesh. Për një parti që ka udhëhequr qeverinë në 4 vitet e fundit dhe që ka vendosur reformën në drejtësi në qendër të diskursit publik, kjo paraqet një trajtim relativisht kufizuar. Lëvizja vetëvendosje është vetëm një parti që vazhdon të përmend vettingun në drejtësi, megjithatë programi nuk shpjegon se si do të realizohet ky proces. Amandamentet kushtetuese, tashmë siç e dini, janë të njohura, janë vlerësuar nga gjykata kushtetuese, por gjatë mandatit të kaluar nuk është siguruar mbështetje politike e nevojshme në mënyrë që ato të miratohen. Programi nuk paraqet asnjë plan konkret se si do të sigurohen votat e nevojshme veçanërisht nga deputetët e komunitetit të shumicës serb. Po ashtu, programi i lëvizjes vetëvendosje propozon krijimin e institucioneve të reja, si një prokurori e specializuar për korrupsionin dhe një zyrë për hetimet disiplinore. Megjithatë, mbetet e paqartë se si këto iniciative lidhen drejt për drejt me institucionet ekzistuese dhe me projekt ligjet që vetë qeveria i ka hartuar gjatë mandatit të kaluar. Sa i përket luftimit të korrupsionit, programi i lëvizjes vetëvendosje vazhdon të mbështetet kryesisht tek byroja për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, si një nga instrumentet kryesore të politikës kundër korrupsionit. Megjithatë, programi nuk trajton faktin se modeli i propozuar për këtë mekanizëm është rrëzuar 2 herë nga gjykata kushtetuese dhe nuk paraqet ndonjë çështje të re që adreson vërejtjet dhe standardet kushtetuese të identifikuara nga gjykata kushtetuese në aktgjykimet e saj. Po ashtu, programi nuk adreson mungesën e strategjisë kundër korrupsionit, e cila sipas obligimeve ligjore është dashur të miratohej deri më 31 dhjetor 2024. Përkundër faktit se luftimi i korrupsionit paraqitet si prioritet politik, programi nuk ofron sqarime për arsyet e mosmiratimit të kësaj strategjie dhe as nuk paraqet zotimi konkrete për hartimin dhe zbatimin e saj në mandatin e ardhshëm. Te programi i PDK-s fokusohet kryesisht në efikasitetin e sistemit drejtësisë përmes digitalizimit, rritjes së numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe krijimit të gjykatës së punës. Megjithatë, programi nuk i referohet strategjisë për sundimin e ligjit 2021-2026, i cili ka qenë dokumenti kryesor për orientimin e reformave në drejtësi gjatë viteve të fundit. Po ashtu, programi i PDK-s nuk e trajton fare strategjinë kundër korrupsionit, nuk adreson rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe nuk paraqet masa konkrete për reformimin e sistemit të prokurimit publik. Për më tepër, programi nuk përmban asnjë referencë për procesin e vettingut në drejtësi. Për rrjedhoj, fokusi kryesor mbetet në përmirësimin e funksionalitetit të institucioneve ekzistuese dhe jo në reforma më të thella sistemore në sektorin e sundimit të ligjit. Një situatë e ngjashme paraqitet edhe tek Lidhja Demokratike e Kosovës. Programi përngan masa për reformimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorit të Kosovës, përmirësimin e efikasitetit të sistemit dhe luftimin e korrupsionit. Megjithatë, edhe ky program nuk i referohet strategjisë për sundim të ligjit, rekomandimeve të Komisionit të Venecias apo reformave kryesore që kanë dominuar debatin publik gjatë viteve të fundit. Programi i AK-s paraqet trajtimin më të kufizuar të sundimit të ligjit. Drejtësia trajtohet kryesisht në funksion të
zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së investimeve. Programi përmban disa zotime për transparencë dhe funksionim dhe forcim të institucioneve të pavarura, por nuk paraqet një vizion të plot për reformimin e sistemit të drejtësisë. Një nga gjetjet më shqetësuese të analizës sonë është se asnjëra nga partitë nuk adreson në mënyrë serioze pavarësinë e mediave, Komisionit të pavarur për media dhe radio-televizionit të Kosovës. Në një kohë kur debati për pavarësinë e institucioneve të mediave është bërë gjithnjë e më rëndësishëm, kjo temë pothuajse mungon në programet politike. Në fushën e integrimeve evropiane, situata është disi më pozitive. Të gjitha partitë deklarojnë qartë në favor të integrimit evropian dhe e konsiderojnë antarësimin në Bashkimin Evropian si objektiv strategjik të Kosovës. Megjithatë, edhe këtu ekziston një problem i përbashkët. Shumica e partive politike dhe programeve të tyre flasin për integrimin evropian si synim politik, por shumë më pak flasin për reforma konkrete që duhet të realizohen për ta arritur atë qëllim. Programi i vendosjes i referohet agjendës së reformave dhe planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, por trajtimi i tyre mbetet në nivel të përgjithshëm. Programi nuk përcakton objektiva të mashme, afate konkrete dhe as rregullat që do të mundësojnë vlerësimin e progresit në zbatimin e reformave të parapara në kuadër të këtyre proceseve. Partia Demokratike e Kosovës, në raport me integrimin evropian, paraqet një qasje më ambicioze në aspektin politik të integrimit evropian. Programi synon fitimin e statusit të vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian dhe antarësim në Këshillin e Evropës. Këto janë objektiva konkrete, por mungojnë hapat e detajuar që do të mundsojnë realizimin e tyre. LDK propozon një qasje të përshpejtuar për integrimin evropian dhe kërkon shfrytëzim maksimal të planit të rritjes. Megjithatë, programi nuk shëron se si ka me funksionu kjo qasje dhe cilat reforma konkrete do me u ndërmarrë për me bërë këtë të realizueshme. AK e trajton integrimin evropian së bashku me integrimin euroatlantik, duke vendosur tekst të veçantë tek antarësimi në NATO dhe partneritetin strategjik me shtetet perëndimore. Megjithatë, procesi teknik i integrimit në BE trajtohet në mënyrë më të përgjithshme dhe më pak detaje se sa në programet e tjera. Në përfundim, analiza jonë për sundimin e ligjit dhe për integrimet evropiane tregon se partitë politike kanë vizione të ndryshme për mënyrën se si duhet të zhvillohet Kosova, por kanë një mangësi të përbashkët. Shumica e zotimeve mbeten në nivel deklarativ. Sundimi i ligjit dhe integrimet evropiane për ne si IKD konsiderojmë që nuk mund të avancojnë vetëm me deklarata politike. Ato kërkojnë reforma konkrete, afate të qarta, tregues të matshëm dhe llogari institucionale. Gjithashtu gjetja parë dhe ndoshta më rëndësishme është se asnjëra prej partive politike nuk e ofron një çështje plotësisht gjithëpërfshirëse ndaj qeverisë së mirë. Secila parti ka fusha ku fokusohet më shumë, me disa fusha ku fokusohet më pak, por asnjë program nuk arrin që të adresojë në mënyrë të balancuar 5 indikatorët të cilët vetëse i përmenda dhe se nuk e kanë arritur që në programet e tyre qeverisën e mirë ta vendosin si një fokus kryesor në të cilën do ta ndjekin gjatë qeverisjes së tyre. Po ashtu një nga gjetjet e rëndësishme të analizës është se thuajse të gjitha programet flasin për digitalizimin e administratës dhe te kjo pikë secili subjekt politik e ka konsideruar këtë digitalizimin e administratës dhe duke u bazuar në këtë mund të themi se AK dhe PDK gjithashtu e kanë propozuar disa masa të konsiderueshme, ndërsa LDK ka arritur që ta paraqet vizionin më të avancuar në transformimin digital të administratës publike. Gjithashtu edhe Lëvizja Vendose i ka përmendur disa nga pikat të cilat ata mendojnë që ta vlerësojnë dhe që të vazhdojnë tutje me digitalizim të administratës. Kjo tregon se në lidhje me digitalizimin e administratës ekziston një konsenzus i gjerë politik për nevojën e transformimit teknologjik të administratës publike. Megjithatë, aty ku programet paraqiten me data janë në fushën e transparencës dhe llogaridhënies, ku 3 nga 4 partitë kryesore ose 3 nga partitë më të mëdha nuk kanë parapar masa konkrete për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Në punën e qeverisë dhe kuvendit, vetëm programi AK-s i përmend dhe përmban propozime të drejtpërdrejta për monitorimin publik të shpenzimeve, kontratave, po ashtu proceseve vendimarrëse.
Transparenca dhe llogaridhënia, siç e dim, janë bazën e një qeverisje të mirë, andaj secili nga subjektet politike është dashur që ta parashë transparencën dhe llogaridhënien si një bazë e qeverisjes së mirë dhe duke u bazuar në këta dy indikatorë të vazhdoj dhe të trasoj atë rrugën e vetë se si do të qeverisë secili nga subjektet politike e jo të mos e përfshi fare, për arsye që e dim që në qeverisjen e fundit kemi pasur shumë kritika sikur nga opozita e po ashtu edhe nga shoqëria civile në lidhje me transparencën dhe llogaridhënien e qeverisë, mirë po këto nuk janë adresuar në programet të qeverisë të partive opozitare e po ashtu edhe nga partia Lëvizja e Vendosje përveç Aleancës për Razmërinë e Kosovës. Po ashtu depolitizimi i administratës publike është një problem jashtëzakonisht i madh dhe përgjithsisht mbetet një nga fushat më pak të trajtuara në programet politike. As Lëvizja e Vendosje, as LDK, as PDK nuk paraqisin masa të qarta për rekrutimin meritokratik, po ashtu kufizimin e ndikimit politik apo adresimin e çështjeve të ushtruesve të detyrës. Vetëm AK-ja trajton pjesërisht këtë temë, por pa ofruar mekanizma të plotë zbatimit. Po ashtu të ky indikator mungesa e trajtimit specifikisht të pozitave me ushtrues detyre është një fakt i cili nuk përmendet në asnjë nga programet politike. Ne e dim që pozitat me ushtrues detyre kanë qenë një nga problemet kryesore të kësaj qeverisje së fundit dhe se partitë politike në programet e tyre patjetër që është dashur që ta trajtojnë këtë temë dhe që të tregojnë që të kenë në programet e tyre zotimet që nuk do të lejojnë pozita me ushtrues të detyre apo do të minimalizojnë ato, për arsye që e dim se këto pozita ishin një nga problemet kryesore të cilat i ka pasur qeveria që vetëse e ka përfunduar mandatin. Po ashtu sa i përket barazisë gjinore, programet kryesisht fokusohen në fuqizimin ekonomik të grave, ndërsa mungojnë politika më gjithëpërfshirëse po ashtu detajzuese të ato partitë politike të cilat përmenden, pra në barazinë gjinore trajtojnë LDK, PDK dhe barazinë gjinore e trajtojnë PDK, AAK dhe Lëvizja e Vendosje, ndërsa nuk e trajton fare Lidhja Demokratike e Kosovës, kështu që edhe ky trajtim i cili bëhet nga 3 subjektet të cilat e trajtojnë këtë çështje nuk bëhet në mënyrë të detajzuar. Një tjetër gjëje e rëndësishme është se shumica zotimeve programore nuk shoqërohen me objektiva të matshme me afate kohore se kur ata pretendojnë që t'i arrijnë këto premtime të cilat vetëse i kanë vënë në programet e tyre politike, por është shumë e rëndësishme që kjo bën të vështirë edhe vlerësimin e progresit dhe mbajtjen e institucioneve përgjegjëse për realizimin e premtimeve të tyre në bazë të programit. Prandaj përfundimi kryesor i analizës është se programet politike demonstrojnë një vullnet jashtëzakonisht madh të subjekteve politike në digitalizim të administratës e po ashtu në forcimin e kapaciteteve institucionale, por në shumicën e rasteve nuk ofrojnë mekanizma të mjaftueshëm për transparencë, llogaridhënie dhe depolitizim, elemente këto jashtëzakonisht të domosdoshme për një qeverisje të mirë dhe për forcimin e besimit të qytetarëve në institucione publike. Andaj kjo ishte e tëra në lidhje me analizën të cilën Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bërë programeve politike, kështu që nëse veç ka ndonjë pyetje ne jemi të hapur në lidhje me secilën pyetje nga ju. Atëherë konsideroj të mbyllur këtë konferencë. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen.